nuk di të përgjigjem kësaj pyetje sepse për momentin, duke patur parasysh edhe pjesëmarrja në protesta, nuk kemi ndonjë të dhënë të tillë që është humbur besimi kundër liderit demokrat. Sali Berishën o e duan e urrej. Të dihet. Në Partinë Demokratike, duke patur parasysh që liderin e Partisë Demokratike e zgjedhin anëtarët e Partisë Demokratike. Absolutisht. Dhe duke qenë se e zgjedhin anëtarët e Partisë Demokratike dhe jo qytetarët, lideri i Partisë Demokratike është sot për sot i vetmi i cili ngjall besimin për të qenë lideri i asaj force politike. Kjo është një e vërtet e qartë si drita e diellit. Nuk ka aty manipulime, nuk ka aty që ndoshta nuk e duan Berishën, jo. Demokratët e duan Berishën, patjetër jo 100%. Se ka dhe demokratë që janë kundër mënyrës se si ai e drejton partinë, mënyrën se si e ka drejtuar, kur na solli Lulzim Bashën, patjetër ka kritika pafund. Por sot për sot është një lider i pa diskutuar në Partinë Demokratike. Nëse pastaj do të kemi zhvillime të tjera, do të kemi kandidatura të tjera, nuk e di. Por unë personalisht, sa herë të kandidoj Sali Berisha, do të votoj edhe Sali Berishën. Prandaj nuk di të përgjigj.